Pas më shumë se 2 muaj sharrati, policia ka arritur të lokalizojë dhe arrestoj Daud Lazën, i cili u arratis nga burgu i Shënkollit në Lezhë me 4 shkurt të këtij viti. Sipas bluve, 49 vjeçari u prangos nga shërbimet e Komisariatit të Policisë numër 6 në zonën e Astirit në Tiranë ku dhe banonte. Daud Lazi ishte arrestuar në nëntor 2021 për veprën penale të dhunës në familje dhe gjykata e Tiranës i kishte caktuar masën e mjekimit të detyruar në një institucion mjekësor. Me 4 shkurt 2025 gjatë ndërrimit të turneve dhe kryerjes së apelit në institucionin e posaçëm mjekësor në IEVP Lezhë, u konstatua mungesa e tij. Nga veprimet e kryera rezultoi se Lazi kishte shfrytzuar momentin për t'u larguar nga rrethimi i institucionit duke kapërcyer murin në anën jugore të burgut. Policia e shtetit e konsideroi Daud Lazën si person me rrezikshmëri shoqërore dhe ofroi një shpërblim prej 10.000 eurosh për çdo informacion të vlefshëm që do çonte në kapjen e tij. Pas arrestimit në Astir, autoritetet do të vijnë me procedurat për rikthimin e tij në institucionin përkatës dhe për të hetuar rrethanat e arratisjes së tij nga burgu i Shënkollit në Lezhë.